والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani يفقه قولي. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet, bekimet, mirësit, shpëtimi, lavdrimi Allahut, të gjitha këta pejgamberit ton Muhammedit a.s. ja dërgojmë. Gjithashtu lutim Allahun xheleshanu të na mëson të dobishmen, të na mëson hajrin, të na sjell dobi nga ajo që e mësojmë dhe lutim Allahun xheleshanu që të na shton ilmin, të na shton diturin. Vëllezër të dashur, së pari, po ashtu në emrin tim, po ashtu dhe të mikut tim Fuadit, edhe të Adisit, me thonë babait të Hamzës, ju faleminderoj për pjesëmarrjen tuaj që keni ardhur, keni ndajt kohë me të vërtet, vetëm me ju përgjegjni urdhërit që pejgamberi a.s. e ka livdu atë person i cili përgjegjet thirrjes, ku një vllai i tij e thirrën qoftë ndark, për akik, apo për darsëm, apo për diçka tjetër. Një gjë të tillë Muhamedi a.s. e ka bërë si obligim i besimtarit ndaj besimtarit. Po ashtu për këtë përgatitje të madhe, s'ka dyshim, ato vëllezërit nuk na kuptojnë se shqip nushi për këtë përgatitje që e ka bërë, po ashtu edhe Haxhi Ramizi që di herë u ka end, kanë transportu kinxhat me kerin e tij, Allahu i shpërbleft ato me mirësitë e tija të shumta. Është jo obligim, se kemi obligim t'i falenderojmë njerëzit. Për atë Allahu një gjë të tillë ka lidhë edhe me falënderimin ndaj tij subhanahu wa taala. Vëllezër, për akikën kena ndëgju dhe keni ndëgju shumë. Edhe ne me të vërtet për to nëse flasim diçka vetëm se me përsërit. Çështja e akikës është pikëpari një simbol, një shenjë e madhe fetare, një shenjë, një mirësi, dhunti e fesë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu thot dhalike wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub. Kështu thot Allahu, ata të cilët i madhrojnë simbolet, shenjat e fesë islame, ju kushtojnë atyre rëndësi, një gjë e tillë është thot Allahu, shenjë e zemrës së devotshme. Dhe me thonë, ai cili e ka zemrën e devotshme, ai përpiqet që simbolet e fesë Allahu xhelleshanuhu me i qu lart, me i madhru ato, me i dhonë atyre vlerë të madhe dhe me i respektu. E Allahu thot, ata që veprojnë një gjë të tillë, ajo është argument që ato e posedojnë një zemër të devotshme. Pejgamberi a.s. vëllezër bile e ka livdu me një hadith cilin e ka nxjerrë Imam Tirmidhiu në sunenin e tij dhe hadithi thot është hasan. Thot një sahabi Bilal ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnatan min sunnati qad umitat min ba'di fa inna lahu min al-ajri wa ajri ma amila biha min ba'dihi min duni an yanqusa min ujurihim shay. Thot Muhamedi alayhis salam, ai cili e ringjallën një sunet timin që mas vdekjes time do ta harojnë njerëzit. Men ahya sunnatan min sunnati qad amatathu an-nasu min ba'di. Që atë sunet pejgamberit e kanë haruar njerëzit mas një kohe. E thot pejgamberi alayhis salam, ai do të ketë atë sevap dhe sevapin e atë sevape do të ketë edhe sa të tjerët e vazhdojnë atë sunet, atë tradit profetike. Prandaj vëllezër, akika është sunne muakkade, është një sunnet i fort i saktë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka ardhur në hadithe të sakta pejgamberi alayhis salam preu kurban për Hasanin dhe Husejnin. Kanë ardhur di rivajete. Te njëri rivajet thot kepshejni li kulli minhuma
për secilin prej atyre ka di kurbana, di për Hasanin dhe di për Husejnin. Po ka edhe një rivajet tjetër, ma i dobet, se ki thot, për secilin ka prej ka një kurban. Dhe këtë tradit sunet pejgamberit a.s. e trashëguan edhe kush, edhe tabiinët, edhe generata tjetër që erdhën pas sahabeve, edhe ato e zbatun këtë sinet. Kur Allahu Gjeleshanu i bekon të ato me një fëmijë, ato që ka bëshin, pritshin kurban. Dhezër të akikja, a dini që ka bashkohen ditë gjëra shumë më rëndësi. E para është që ka bashkohet, është falenderimin ndaj Allahu që ka beku me atë fëmijë. Është shenjë falenderim ndaj Allahu dhe e dita, shfaqja e gëzimit të familjes për atë fëmijë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu në këtë mënyrë bashkohen ditë gjëra shumë elementare. Ajo shpirtërore që të lidh me Allahun, se atë ke falenderu, dhe tjetra shoqërore që afrohen vëllezërit dhe i thret. Dhe thonë, shiqoni të çështja e akikës, gjithë ju që keni ardhur keni pa me të vërtet një gëzim të madh e keni shiju. Pse? Se aty për shembull ku hahet edhe mishi i akikës, ai kurban që ka është bën në emrin e Allahut dhe që është shprehje sipas shariatit, a besoni vëllezër aty ka një urtësi dhe një qetësi të madhe shpirtërore. Se është thërë në emrin e Allahut, Bismillah, Allahu Ekber. Edhe prandaj çka thot është edhe një mirësi shoqërore, vllaznillok, dhe me thonë shfaqet një atmosferë imanore mesin e kuj vëllezërve, po ashtu në anën tjetër, në krahun tjetër edhe në mesin e motrave, nonave, grave tona që të cilat edhe ato kanë ardhur me përgjegjë kësaj thirrje, edhe ato Allahu Gjeleshanu i shpërbleft me të mirat e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu adha. Me fëmijën thot që lindën, ka akik, thot pejgamberi alayhis salam, duhet pritet një akik. Prandaj derdhni gjak për ato, pritni një kurban dhe të keqen largonja nga koka. Çka është e keqja? Prandaj si ka ardhur sipas haditheve tjera, thot pejgamberi alayhis salam, kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi. Secili fëmijë që lind është i lidhët peng me akikën. Pritni për to ditën e 7 ose ditën e 14 apo ditën e 21, nëse nuk mundsohet këto ditë, brenda këtyre ditëve nuk prish punë, thot pritni për ato, qethnia flokët nëse është gjallë, edhe çka, edhe e mërtonja atë fëmijë. Shiqoni ke kjo çështja është peng i lidhët, secili fëmijë është i lidhët me akikën. Ka shku një numër i madh i dietarëve, siç është Imam Ahmed ibn Hanbeli, ka thonë një gjuhë e tillë është obligim i domosdoshëm. Se thot Allahu Gjeleshanu, kullu mri'in bima kasabat rahin. Secili njeri është peng i veprave të veta. Dhe Imam Ahmedi ka shku te një mendim vëllezër i cili është shumë i rrezikshëm, me të vërtetë. Ka thonë, a besoni kur thot pejgamberi alayhis salam, secili fëmijë është i lidhur për akikës së tij, a dini çka thonë kjo lidhja çka është? Kjo lidhja të thosh e ndërmjetësimit ditën e gjykimit, kur prindëri do të kitë nevojë që fëmia të ndërmjetësone për ato, ama ai ka lidh vetë durët e veta, nuk ka bo akik për fëmijën e tij. Kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi. Thot kjo hadith thot, secili fëmijë që lind është i lidhur peng për akikën, ai vetë s'u prese atë akikë. Çka? Duhet ta presë prindërit e tij. E Imam Ahmedi ka thonë një gjë e tillë, një urdhër i tillë, ditën e gjykimit, nëse prindëri ka nevojë që fëmiu i tij të ndërmjetësone për prindërin, ai është i lidhët prindëri për akikës, akoma është i lidhët, nuk e ka zgjidh prindëri fëmiun që ai të bone të ndërmjetësone ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala. Si e ka lidh? Ai e kalon të lidhët, se fëmiu është i lidhët për akikën. E kur pret akik, zgjidhesh. Do të thonë, e ke kri një obligim të tillë. Kanë thonë dietarët diçka shumë interesante, pritja e akikës është bereqet për familjen që pret akik, dhe atë familje e mbron Allahu Gjeleshanu nga zilia dhe nga siri i keq. Domthon ka thonë dietarët për këtë çështje i kanë dhënë rëndësi shumë të madhe akikës. Prandaj vëllezër në Islam dietarët e puna akikës çka janë di grupe. Një grup thotë sunnet i fortë i pejgamberit alayhis salam, kurse një tjetër, një pjesë e vogël e dietarëve, jo thot, hadithet kanë ardhur gjitha në
mënyrën urdhërore. Muhamedi a.s. thot prit një akik. E Imam Ahmedi thot prej këtyre unë nuk kuptoj asgjë tjetër vetëm se obligim të domosdoshëm. Po prap duhet ta cekim ona tjetër, pjesa dërmuese e imamave është një sunet i fortë i Muhamedit a.s. Nëse ngelim ne vetëm thona është një sunet i fortë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A duhet ta lojmë pas dore vëllezër? Nuk duhet ta lojmë pas dore. Se këto çështjet, sunet, mustahab, farz, vajib, kohën e Muhamedit a.s. nuk kanë ekzistuar. As kohën e sahabeve nuk kanë ekzistuar. A keni dhe një hadith? A mbani mend dhe një hadith që dikush e ka pyet Muhamedit a.s. thotë ja Rasulullah, që kjo është farz o sunet? Pse? Se çka ju ka thonë pejgamberi a.s. ato e kanë zbatu. Ma vonë kanë ardhur fukahat, kanë ardhur imamat dhe kanë dash nëpërmjet atyre me ndërtu dispozita. Kjo është farz, a është sunet, a është ashtu. Imamat kur kanë folë se kjo është sunet, nuk kanë thonë që me elon pas dore. Por nëpërmjet atyre dispozitave që janë farzi, vajibi, suneti, mustahabi, ato kanë dashka të ndërtojnë dispozita hukme. Ki a meriton dënohet, a nuk meriton dënohet. A meriton vetëm tjertohet, a meriton burgoset e kështu me radhë. Ato nuk kanë ardhur që me i thonë, kjo sunet. Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Ahmedi, kur i kanë radhit këto librat e tire, nuk do në thonë ato se kjo sunet linja, jo. Ka thonë kjo sunet, ama për arsye që me nda, faktikisht me nda prej fazit, për jo me e braktis. Vlezër çështja e akikës, me të vërtet lidhën diçka tjetër, ka të bone me të vërtet edhe, ka të bone me prindërit. Thotë Allahu Gjelleshanuhu, wa min ajati en khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Allahu tash wa tërhek vërejtjen, por edhe i këshillon, edhe i mëson musliman, bëhet fjalë sidomos ato të cilët janë të pamartuar, thot Allahu dhe prej argumenteve të Allahut është që ai prej vetes juaj e krijoi bashkëshorten tuaj, e krijoi çiftin tuaj, thot litaskunu ilayha, që ju të banoni aty. Ku? Te gruaja me banu. Nuk do thot me shku të shtëpia gruas me banu, jo. Por e ka qëllimin që buri e gjetë qetësinë e tij te gruaja e tij. Wa ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Me një ajet që thot Allahu ka bërë që të shtëpiat e juja ju të banoni aty. Dhe thon Allahu thot që qetësia gjendet në shtëpi. A ke pa dikush të vjen ka puna në çkon e qetësohet dikun tjetër në kafe, apo të shkon në banhof qetësohet? Allahu thot shtëpin e kombo për më u qetësu. Edhe vin të shtëpia vete i shtrin komët. Merre me mend, Allahu çka tha, dhe ju duhet qetësoni te gratë e juja. Allahu ka kriju prej vetes ju i gra, që ju të gjini qetësi te gratë. Do me thonë di qetësi një kënaqin burit. Qetësia kur vin të shtëpia e ti, dhe qetësia kur i afrohet gruaja e tij afër, pranë. A u lodhe, si ka lodhe sot, a kishe shumë punë, a don çaj, a don kafe, a don ushqim? Kjo është ai pushimi që e ka pas Allahu për qëllim me na tregu neve që qetësia gjendet te shtëpiat e juja dhe te gratë e juja të cilat çka? Të cilat janë të devotshme dhe të sinqerta. Ai keni pa atë personin ai cili s'ka qetësi në shtëpinë e tij. Ai problemin më të madh e ka krijetorari punës. Ku dësh ka i thot unë. Unë halat derën pa e hap me njerë. A erdha? Pse ka qerët? Po çka të bësh? A e more këto? A e more ato? Nuk don me shku në shtëpi. Dhe kush çka bën? Punon hala ma tepër. A e keni pa disa kanë dalë penzion hala punojnë. Pse? O, thot, me gratë problem. Ka cafitena, e zijena. A besimtari, vallahi, besimtari mirë, edhe para orarit del, e lej punën shkone të shtëpia, pse? E din se aqe çka? Aqe e pret një qetësi e madhe. E pret qetësia shtëpia e tij, edhe kush? Edhe e pret gruaja e tij e cila e qetëson. Prandaj Muhamedi alayhis salam thot me një hadith, "Ad-dunya mata'." Dunjoja është meta, knatësi, me të vërtet kanë dunjo knatësi. "Wa khayru mata'iha az-zawjatu as-salihah." Dunjoja ka është knatësi, po knatësia, lumturia, mirësia më e madhe e dunjojës kush o? Gruaja e devotshme, gruaja e mirë, gruaja e sjellshme, gruaja ofisnike. Imagjino vllat kishti kush e di sa parë në bank, 100.000 euro, 1.000.000 euro, ku ta diun? Amo gruen që e kije, ta ka gërdit tën atë pasunin.
Nuk shkon mendja ti të gëzohesh se ki e pasuni. Ai shikon atë tjetrin që valla ndoshta në banko 0-0, po e ka një grua të devotshme, i thot, hiç mos ski gajle. Prandaj çka kanë thonë dietarët, gruaja e mirë dhe burri i mirë i kanë shenjat. Burri i mirë shpalohet kur e ka gruan e smun. Dhe gruaja e mirë e devotshme shpalohet kur burri është 0-0, s'ka pare. Prandaj ai që jo burri devotshëm, edhe i sinqert, edhe kur e ka gruan e smun, ai e qetson, o mos ki gajle. Por hiç ti këtu mund ki këtu 24 orë. Tregohet nevojitet diçka, e qetson, i afrohet, e kështu me radhë. Edhe gruaja e mirë thot çka, alhamdulillah, na ka dhënë Allah gjithat mirat, tona i kemi, pa marrë parasysh ka apo nuk ka. Këto janë vëllezër me të vërtet dëshenja që kush është burri i mirë dhe cila është gruaja e mirë. Dhe tregoj një shembull, bile do vëllezërve ja tregova. Aty në televizor rastisht i piçi njerëzit, erdhi një person aty dikun të 50 vite ishte. Edhe e piti ai që, domethënë, që ishte i asaj radio televizorit, e piti për gjendjen familjare. Dhe i tha mu, gruaja tha, ka ndrujet edhe ishte me të vërtet i mërzitët. Edhe ajo i tha, Allah e mëshiroft, domethënë tani boshte fjalë tani shtet arab. Allahu e mëshiroft, tha 3 kurth ka ndrujet gruaja, tha më tepër se 15 vite. Tha edhe pa martu, tha pa martu, edhe nuk martosh, kërkoj tha me gjetë si ajo, po deri tash tha nuk kom mund me gjetë. Tha 15 vite e tu lip, thot po vallahi. Si ajo nuk kom gjetë hala. Filloje me kesh me të vërtet tha sa që mund të me sot, ki gra plot, ka thonë do të tregoj një shembull, vetëm një prej gruas parë. Erdha një ditë nervoz të shtëpia. Veç desha më u kacafit me gruan. Unë nisa problemin. Ajo u habit. Atë shumë që u habit, deri sa u turpruar dhe më mpi, çka është puna me ti? Pse ka sh nervoz? Edhe çka i thash më fund, përgatiti teshat, bënë kuferin, më të shoh te prindrit e tuaj më njëherë. E përgatiti tha kuferin, teshat e veta, i mur, edhe shkoj te familja. Vallahi nuk u bon 3 ditë mur malli shumë. Çka bona unë? Mu e gërsu shtëpia, mu ngushtu dhoma, me zikën prit një javë, shkova ta marr. I raz ziles te familja e saj. E ka vrapu e para, që ma ka hap derën ajo. Më puthi, tha te badhi, dhe më tha te veshi, ki kujdes, mos i tërkot diçka familjarëve të mi. Tu nuk din, valla, asgjo. Unë ju kom thonë se ti ke shku me një udhëtim një javë dhe do të thesh prapë. A e ban, tha që këtë dhe një grua. Pa ajo tu vajtu, shkon të prindrit. Mile sot s'ka nevoj me i thonë. Ti veç mrolu, aja ka përgatit kuferin, veç mrolu ti. A me e që fjallën, u kri. Thot, deri ditën e gjykimit u nuk thejem të ti. Thot, deri sa une, si kjo grue, me gjetë kur. Ajo ati qka i tha, të garantoj ta fjallën, mësë lof. Tha, se si kjo grue, nuk besoj se mundesh mo me gjetë. Nuk ka, thot, si kjo grue. Pra dhe pejgamberi Alisam këtë hadithim vëllezër, qka e thash ma para, e gruaja e mirë është, dënjoja është knatësi, për knatësia ma e madhe kush është gruaja e mirë, gruaja e devotshme, gruaja e sinqert. E pejgamberi Alisam me një hadith tjetër i tregon shenjat e asaj, thot, idha nadhara ilejha sarratu. Kusha gruaja e mirë, çka tha Muhamedi alayhis salam, dënjoja është e mirë, e knat, e lumtur, e knatësi është dënjoja, knatësia më e madhe është gruaja e devotshme, besimtari i mirë. Thot, prej shenjave të para është që ti kur e shikon ato, ajo të gëzon. Dhe me thonë ti, si ke qeni mërzitët, me njëre shikon ajo, edhe ajo shikon, me busqeshje, shikon me ngrohtësi, shikon, i haron të gjitha, dhe me thonë qka, gjitha brenga, gjitha mërzijat, gajlet, hallet, telashet, i haron, edhe ti busqeshen, dëbon ajo tjesh i disponun. Thot, wa idha amaraha, ata'athu, dhe kur ta urdhron e diçka, e krina e me njerë, a mundet që këtë këmishën me ta hekuros, me ma hekuros. U kri me njerë, a mundet që këta, a mundet këto, a mundet ato, ti ala pa e kri, thot, u bo. Por thot edhe kur mungon, shkon dikund, nuk thejet në shpi një javë, 10 dit, e kështu më radha djavë, e mbron ajo, në derin e saj, e mbron ato, ajo, e mbron qka dhe pasurin. Pra dhe thot Allah, gjennatu adnin jedhuluneha, wa man salaha, që qoni vese, wa man salaha, min abaihim, wa azwajihim, wa dhurrijatim. Do në tinë, thot Allah, në gjennetin adn. Kush? Men salaha. Ato që kanë qenë vepërmirë dhe të sinqert. Prindërit e tire, pastaj kush? Edhe gratë e tire, që kanë qenë të devotshme. A besoni vëllezër se ditën e gjykimit, mos mendon dikush se ai që ka vdek me një grua, 100% do të jetë bot ditën e gjykimit me atë grua? Kjo nuk është ashtu.
Nëse ajo ja ka hongë këtij shpirtin, apo e kundërta kia ka hongë asaj shpirtin, Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit do t'i lanë secilin prej atyre të zgjedhë. I thot gruas që buri i ka bë zullum, edhe pse ka vdek ajo me atë burr. Po ai ka bë zullum të jetën asaj. A dëshiron që ki tjetë buri jot? Ajo thot po ose jo. Edhe e kundërta është ashtu. Një grua që burit i ka bë zullum, i ka bë të këqija, nuk e ka respektu, edhe ki ka vdek i hidhur ndaj asaj. Allahu xhaleshanu i thot këtij zgjidh ditën e gjykimit. Ose merre këto, ose merre një tjetër. Cilën duhesh? I bashkon Allahu xhaleshanu edhe në xhenet, jo vetëm dinjo. Të mirit me të mirat, të mirat me të mirit. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, vëllezër, me këto duhet me pas kujdes, thot inna min asharri an-nasi manzilatan yawm al-qiyamati 'inda Allahi lar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhis salam, pozitën më të keqe do ta ketë një burr. A dini, thot Muhamedi alayhis salam, cili burr? Edhe ai do të jetë njeriu që Allahu do të jetë më i hidhur ndaj atij personit. Ai thot që çështjet intime, gruaja ja tregon atij. Edhe ki ja tregon asaj. Çështje intime, çështje private, kanë burrë grue. Ndahen ato ki pasaj del, vallahi na për Facebooka, na për gjoja, na për sen, ja për hapën. Thot Muhamedi alayhis salam, ki do të jetë në deregjen, në shkallën më të keqe ditën e gjykimit kur do t'i del para Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër, shiqo, Allahu xhaleshanu besimtarët thot famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna biihsan. Grat ose mbani duke u sjell me ato mirë, duke i respektu, ose kur të ndaheni prej atyre, ndaheni prej grave me paqe, ndaheni me mirësi. Mos me bo luft pasaj, me ashpall të këqijat, me ashpalu ato fjalët, apo ku ta diun çka i ka thonë, për arsye se një gjë e tillë apo një burr i tillë, një person i tillë, ditën e gjykimit do të jetë para Allahu xhaleshanu njeriu ma i urejtur. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, kur tregon Allahu xhaleshanu për besimtarët, thot do të hinë ato në xhennet, gratë e atyre edhe pasardhësit e atyre dhe të gjithë ato çka e kanë pasu rrugën që e kanë pasu çka imanin e tij. Innal ladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Thot Allahu xhaleshanu, ato të cilët kanë besu dhe pasardhësit e tyre e kanë ndjek rrugën e tyre, gratë, fëmija, të gjithë Allahu xhaleshanu thot kena me i bashku në xhennet, edhe as një vepër që e kanë bë nuk valo, thot Allahu, mangu pa i shpërbli. A ka vlla më mirë me të vërtet se me një grua që Allahu xhaleshanu ta ka bën me nasip ti tjetosh? Vallahi mangësi ka, pa marr parasysh. Nuk ka grua që nuk ka mangësi. Po edhe burrat është e njëjta. Pa nuk është më mirë ta kalosh çato vite me atë grua që Allahu xhaleshanu ta ka bën, si thon, me nasip ta ka caktu. Imagjino ti sa ke jetu me atë gruan dinjo. A ka ma qef ditën e gjykimit në xhenet para Allahu xhaleshanu, ti rrin në xhenet edhe ja kujton gruas ton jetën çka ke bën. Atë kujtohet atë ditë. Fol, e kesh, e knaqu. Allahu përsëri nuk i let xhenetit, domethënë të brengosen në xhenet. A mu këtu ki edhe diçka tjetër çka me kujtu? Ki diçka të mirë çka me kujtu? Prandaj edhe ne ato momentet e mira në këtë dinjo, ose me një vëlla që kemi qenë, kemi jetu me atë vëllaun, kemi fal bashk, ka ndrua jeta sa ne prej vëllezërve tonë që i kujtojmë që jon fal me ne në xhami, kemi agjiru bashk, kena fal taravih bashk, kena hongë dhe sifir bashk, e kemi hecë, e kemi shëtit, shumë herë ne i kujtojmë ato, bile bëjmë edhe dua për ato. Edhe një gjë e tillë është me të vërtet kënaqësia e mirë, kur ti me familjen tënde që ke qenë dinjo, pa marr parasysh, ke pas momente të mira, ke pas momente jo të mira, ke pas gëzime, ke pas hidhrime, po përsëri e ke mbajt atë urwatul wusqa, atë lidhjen e fortë që Allahu xhaleshanu ja ka dhënë, edhe pastaj ditën e gjykimit në xhenet, edhe ti nuk ikën prej gruas, as ajo ikën prej. Po çka? Edhe ditën e gjykimit qëndroni bashk. Çka thot Allahu xhaleshanu? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Që tregon se do të ikë burri prej gruas, gruaja prej burrit. A nuk është moment me qëndru ditën e gjykimit
para Allahu xheleshanu edhe ti edhe gruaja jote. Secili me ndërmjetësu për njëri tjetrin. Ora Allah, kjo më ka ndihmu për rrugë të hajrit. Kjo ka marr pjesë ke punë të hajrit. Kjo ka marr pjesë në davet. Kjo ka marr pjesë kur i kemi afru njerëzit, kur ju kemi bë davet, kur ju kemi bë thirrje, edhe ti ndërmjetson, edhe ajo ndërmjetson për ti, edhe kështu ngriten shkallët dhe pozitat e mira të burrit të mirë edhe gruas së devotshme. Lutim Allahun xheleshanu të jemi në xhenet me familjet tona, me prindërit tonë, me gratë, me pasardhësit tonë, bashkë me pejgamberin alayhis salam, me sahabet, me tabiinët, me të gjithë ato të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam, sunnetin e tij. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.